Drejtuesi politik i Qarku të Vlorës për Partinë Demokratike, Bujar Leskaj, ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit Trevllazër në njësinë administrative Novosel, në mbështetje të kandidatit për deputet të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore Romario Meminaj, i cili është përfaqësues i kësaj zone. Në takim ka qenë i pranishëm edhe kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Sharra. Bujar Leskaj në fjalën e tij ka shprehur mbështetje për kandidatin Romario Meminaj, duke e konsideruar profesionist të spikatur e përfaqësues të denjtë të zonës, duke u shprehur besim plot për fitoren e tij në këto zgjedhje, për të dalë deputet i Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit. Leskaj gjithashtu është ndalur te problemet e zonës dhe ka shpalosur pika nga programi i Partisë Demokratike për mbështetjen e sektorëve të bujqësisë dhe blegtorisë, si dhe rishikimin e reformës territoriale administrative për të bërë Novoselën bashki. Ne vim sot këtu dhe vim në mbështetje të djalit tuaj, të kandidatit të koalicionit PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore, avokatit Romario Meminaj, të bindur që përpara banorëve të zonës ne sillim një kandidaturë dinjitoze, ne sillim një djalë të ri me integritet të lartë, me një formim të admirueshëm profesional, sillim një demokrat, sillim një bir të zonës. Ne jemi krenar dhe ne jemi besim plot se krahas programit që kemi, mbështetemi edhe te vlerat e kandidatit. Damka me zez dhe akuza me rënd për këtë qeveri, që në këto 12 vite janë 1.100.000 shqiptar të larguar. Tashmë ne kemi kaluar në një shpopullim masiv. Ky shpopullim është i frikshëm. Këto janë zona, janë fshatra të bekuara. Ne deklarojmë një program të 100 ditëve. Programi që ne cilin do ta realizojmë pas një diskutim dhe duke ju thënë këtë program që ne një herazi kemi nënshkruar kontratën e parë me ju. Ne si Parti Demokratike, si koalicion, e kemi përnder që Romario pranoj të ishte kandidati ynë për vetë vlerat që mbart, për formimin profesional, për integritetin moral, për gjitha të punë, gjitha të kontribut që ai ka dhënë për rrethin e Vlorës. Kandidati Romario Meminaj, si djali i zonës dhe fshati Trevllazër, ka kërkuar mbështetjen nga fshati i tij i origjinës, si dhe rëzotuar për të qenë zëri i gjithë krajinës në kuvendin e Shqipërisë. Ndihmojmë njëri tjetrin, pasi unë do jem zëri juaj, kështu që do ju kërkoj të bëhemi të gjithë bashkë në 11 maj, të votojmë Partinë Demokratike, të votojmë numër 1. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës, Hysni Sharra, u fokusua te rëndësia e pjesëmarrjes në votime, si një kundërpërgjigje ndaj keqeverisjes së Edi Ramës. Rëndësia që ka vota në këto zgjedhje është më e madhe se kurrë. Të dalim të gjithë nga shtëpia në datë 11 maj, të bëjmë detyrën qytetare, patriotike, pjesëmarrja sa më e madhe në këto zgjedhje, sepse një herë në 4 vjet qytetarët kanë të drejtën që të dëgjohen. Një herë në 4 vjet zëri i tyre ka rëndësi. Këtë herë është hera e mirë që të shpëtojmë një herë përgjithmonë nga një qeveri e këtij tipi, nga një qeveri autokratike.